janë. Kjo më shumë transparent se sa kaq është e pa imagjinueshme. Nuk mendoj që rastësisht kandidatët për deputet Partisë Guxo kanë marrë shumë vota, nuk mendoj që është rastësi, po mendoj që ai votuesi i dëshpëruar me qendrën e djathtë të Kosovës. Që bie votuesi dëshpëruar me LDK-n. Është goxha në kërkim të një force politike e cila qëndron për ato parime të cilat ai dëshiron t'i shohë të qendra e djathtë. Prandaj unë me LDK-n kam një histori të gjatë, 27 vjet kam vepruar në kuadër të asaj partie, në vitet e para, si shumë të tjerë. Jam përpjekur të jap kontributin tim në kuadër të LDK-s për çlirim, për të zbutur krizën në Kosovë dhe për shumë tema të tjera, sidomos për ndërkombëtarizim të çështjes Kosovës. Por kjo partia që sot i mban ato shkronja e ka humbur identitetin e vet dhe prandaj ka humbur edhe votuesin. Mirë, po kur unë përpiqesha kolegëve të LDK-s, t'ju thoja gjatë blokadës, t'ju thoja që njerëzit e kuptojnë PDK-n. Mirë, po juve nuk ju kupton votuesi juaj sepse dëshiron krejt tjetër, ma kthenin me shumë armiqësi, më thoshin kush je ti na tregosh neve se çka don votuesi i LDK-s. Kështu që votuesi i tradicional i LDK-s sot e ka një adresë tjetër. E ka një parti e cila qëndron për ato vlera, për ato parime në të cilat është ndërtuar ajo parti në vitet 90, edhe nuk është më jetim që detyrohet të rinë shtëpi dhe të mos di se ku t'ja japi votën. Mirë, po votuesi i LDK-s dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me zotin Kurti dhe vetëvendosjen në vazhdimsi e kanë patur përplasje në zonja Gërvalla, e kanë patur çështjen ideologjike bazike fillimisht që i ndan, e më pastaj edhe shumë deklarata dhe shumë zhvillime të një pasnjëshme të cilat me një varforme nuk e kanë lejuar të funksionojnë së bashku. Edhe prandaj përfaqësuesit e LDK-s thonë se ne nuk mund shkojmë të bëhemi me një varforme vegël e lëvizjes vetëvendosje, sepse ne kemi identitetin tonë, po i citoj ata. Ama ku e lën identitetin e tyre kur bëhen vegël e PDK-s? Kur në këtë kohë krize që bllokojnë gjithçka, ata qëndruan vetë. Ja, u bën sepse propozimi vetëm... Po e patën mundësin zonja Gërvalla ta bëjnë ata qeverinë së bashku me... Me listën sërbe, duke pasur para vetes Marsin, zgjedhjen e presidentit? Po e kam patur edhe me PDK-n, me AK-n, me gjitha ato pjesë tjera. Edhe me listën sërbe kam patur mundësi, po se kam bërë. Listën sërbe do kishin mundur ta bënin qeverinë, edhe unë mendoj që ata edhe do të mund ta kishin bërë qeverinë, po të mos ishte para si kalendar, para nesh data 4 mars, ku duhet të zgjidhet presidenti i vendit, ku e kanë ditur që nëse ata bëjnë koalicion me listën sërbe, vendi shkon në zgjedhje të reja. Prandaj, kot është ajo, i vetmi propozim që ka dhënë LDK-ja në gjatë verës së vitit 2025 ka qenë